Të dashur miq, mirëmëngjesi, ja ku po e nisim edhe ditën e mërkur bashk. Ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe të qëndroni me Kua Vizionin për minutat vazhdim, me qenë se me jeta sot gjithmonë e përfundojmë deri në orën 10 dhe ju sillim profile nga më të ndryshme, si çdo të mërkur tjetër të rinj të vendeve të ndryshme të Kosovës që paraqesin ose shpalosin edhe aktivitetet të ndryshme që i kanë, qoftë në pjesën e muzikës, në shkrime e gjithçka tjetër. Faleminderit gjithëve që na shkruani edhe përmes portalit kua.net, aty kolektojnë realisht i marrin mesazhet e juaja dhe na i drejtojnë edhe neve dhe jemi në kontakt kështu të përditshëm bashkë me juve në këtë formë edhe nga distanca. Sot do të flasim për një të ri që tashmë edhe nga pamje mund t'i keni edhe librat të cilët i ka sjellë për neve. Këto janë vetëm disa, por i ka 10 libra të votuar. E di që nga mosha 14 vjeçare vetë se është aktiv me shkrimin, po ashtu është edhe pjesë e muzika e pandashme e ditëve të tij, me kitar, me piano, po sot ato i kemi të pamundshme për shkak edhe të pamundësisë t'i kemi këtu në studio. Megjithatë do të flasim për Fejz Demirin, i cili ardh nga Gjakova. Ai me këto shkrime, me disa prej poezive të ndryshme, ka arritur që të jetë edhe një prej shkrimtarëve të rinj që është përkthyer në botë. Në Meksik, Indi, Francë, por edhe shumë vende të tjera janë përkthyer pikërisht to poezi që ai ka dhe natyrisht do t'i lexojmë disa prej tyre. I ka edhe pjesë që i ka përzgjedhur për neve, me kënaqësi po e ftoj të na bashkohet nga Stublla e Gjakovës, si thash edhe më herët nuk e kisha ditë për Stubull që ka. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë. Urdhna dhe ulu. Uroj që je mirë, mëngjeset nuk e di si i nis Fejza zakonisht? Zakonisht mëngjeset i nis në orët e hershme, çuna do të thonë në orët e hershme. Punoj punë fizike, kryesisht. Po intervali kohor zakonisht që punoj shkrime e gjona është natën më shumë, në orët vona. Dhe në farë mënyrë nuk e la anash as këtë pjesën letrare, krijimtarin dhe mundohena me çdo kusht që me arrit cilësi edhe me arrit suksese kombëtare, po edhe ndërkombëtare. Edhe kjo më gëzon shumë, për ndryshe unë nuk e bëra në hyrje, nuk tregova që Fejza zakonisht në fakt prej të rinjve që e ka edhe një histori kështu shumë të veçantë, po themi sepse shumë shpesh ka ditur që t'i lë anash edhe pasionet e veta, po edhe pjesën e studimit për ta ndihmu familjen, se e tha vetë bëj edhe të punë të ndryshme fizike, por që nuk e lë anash pjesën e shkrimit, gradualisht do të tregojmë. Këtu janë vetëm disa prej librave, prej kopjeve tua Fejz, tregon fillimisht 14 vjeçar kur ke nis me shkrimet të shpalosim gradualisht të krijimtarin. Në moshën 14 vjeçare ka fillu, domethënë, pasioni im spontan. Mësuesi i asaj kohe na kishte dhënë detyrë shtëpie me shkruani poezi për vetes. Unë isha duke rujt baktit në atë kohë, atë botë, edhe vllau ose motra, njëri prej tyre ma sjell një libër të një vajze së re që e kish botu, edhe në farë mënyrë mua ma zgjej atë kërshërinë, atë entuziazmin edhe vullnetin, edhe mësuesi ma kishte dhënë detyrë shtëpie, edhe brenda një dite i kom shkruar në fakt rreth 15 poezi. Edhe ish një dëshirë zjarrt, ish një pasion i zjarrt, dhe thësha me vete, a do të vijë dita që unë ta botoj një libër timin. Do me thonë, pavarësisht se prej kësaj perspektive nëse e shikojmë, ato poezi kanë qenë shumë dobta, sot nuk do t'i kisha botu, po për moshën munda me thonë se kanë qenë të mira për moshën. Çfarë tematike ke trajtuar atëherë? Unë e vi prej një familje adhetare, patriotike. Do me thonë, e kam gjyshën e plagosur në luftet përsekutuar prej regjimit serb. I kam djemtë e mi zbabës gjithë në luftë, djalin e migjës plagosur në kokë prej Granata Hillsit, nëse nuk jam gabim. Dhe frymëzimi i parë ka qenë, do me thonë, tematika patriotike adhetare. E kum pasë në shpirt, e kum dje ato. Edhe unë e kum lezu shumë për propagandën serbe që i ka bo vendit tonë. Do me thonë, Serbia është një kom vrastar, është një kom luftnëzitës, është një kom diskriminues, që brez pas brezi kanë nxitur lufta me tendenca pushtuese. Është një kom që gënjen, që rren në mënyrë të vazhdueshme, edhe do me thonë propaganda aty në ka qenë shumë e keqe ndaj shtetit tonë, ndaj gjakut tonë, edhe unë mundu me mishë me shpirt, nuk jem unë dikush i mja rregullu imazhin, se ka shumë atë zëtësone, po jem mundu një farë mënyre me dhanë mesazh të mirë, jem mundu me hap portat që në
në të botë kanë qenë diçka e paarritshme. Mban mend diçka prej atyre shkrimeve, se zakonisht e di që ata që shkruajnë, që janë vetë krijues, është pak problemi mbajt mend poezi. Është pak problem se janë bo, domethënë 15 vite karrierë, po më kujtohen disa poezi, domethënë e kam bashkru pranvera, lopët po pëllasin, fëmijët po lozin, kuajtin gëllin, era fryn, bujku nis po nën në ndritën e diellit, toka e lulëzuar me lulëzim për rreth, me blerim vërshuar, pranvera erdhë. Domethënë më ka inspiru ambienti që e kom pa, edhe një farë mënyrë jam përhumb në shkrime, i kom pas domethënë lopt afër, edhe prej vullnetit madh, unë jam përhumb në shkrime për me dalë ato poezi sa ma të mira. Gradualisht me kalimin e viteve, me përvojën krijuese dhe me leximin domethënë shterus, kisha më thonë, jam mundu me forcu këtë pjesë, jam mundu dhimbjen teme, sfidat e mia që mi ka dhënë jeta dhe sfilitjet të njoshe, jam mundu mi kthy në art. Mi dhënë tjerëve motiv se nëse unë kom arrit diçka, ti mundesh. Fejs, ajo që kam boni ma shumë përshtypje është pa hezitim fare, të regove pikrisht edhe punën, se unë po të që e emocionua dhe të kuptoj, sepse unë pak di prej historisë Fejsës, po zakonisht e kam kështu edhe etik profesionale, që nuk hyja aty ku nuk duhet, sepse është çështje private do njerë. Të rego pak për këtë pjesën e baktisë që e përmende, sepse inspirimin komplet e kam gjetë aty, dhe një i ri cili në një anë t'i bon familjen, edhe ruajtjen e baktive, krejt punë që është do është me i bo, në anën tjetër si kelona në shpikrisht shkrimet e tua. Sot një i ri e ka vullnetin ta shpreh, si me thonë, krejt vetën, me krejt ato të mirat që ja bën në jetë, apo kanë hezitim për shkak paragjykimeve? Disa kanë hezitim për shkak paragjykimeve, me të regu drejten, ku kom fillu më marrë me shkrime, unë e kom pas paragjykime, se më kanë thonë në vendin tonë, nuk vlerësohet arti edhe diqysh ka qenë ky paragjykimi si poezi mundë me shku se cili. Jo, poezia është zhanër elitar. Duhet me latu fjallën deri në perfekcionizëm. Duhet me nëzirë maksimumin nga fjalla. Unë e marrë me shumë fusha në jetë veç nuk di një fush ma të vështirë sa artin. Dhe me thonë, Ali Podrimja ka një shprehje, Ali Podrimja është për idolëve të mija dhe që ka dhanë shumë për artin, fatkeqësisht nuk o vlerësu sa duhet në vendin tonë. Poezia me bukur nuk është shkruar, e as nuk dhe të shkruat për deri sa zhytësit ende jetojnë. Dhe me thonë, është qa që thellë, është oqeani pa fund. Unë sado që sot e kom kriju një përvojë 15 vjeqare, prapë se prapë ku e lexoj shkrimtarë të mdhaj botënor, ku e lexoj Kadaren, ku e lexoj Zia Qelen, ku e lexoj Agullin. Do me thonë, matë në mirë ata publikoj apo jo. Pavarësisht se të disa shkrime kanë dikur rrethana të disfavërshme, edhe kam dashur ta shpirtëroj fjalën. Kam dashur zakonisht të poezit moderne për me përfitu diçka, për me marrë një çmim, zakonisht duhet poezi elitare edhe duhet poezi eliptike. Po në të disa shkrime, kum bo përjashtime, shkaku me shpirtëru fjallën edhe me qitat pezmin shpirtënor, shakum përjetu une, mënyrë që publiku me kuptu se thojnë prej moshës re dhe të maj vjetri. Bile kom disa poezi të libri fundit, disa jenë vlerësu si poezi elitare, mundëm me shpalos. Tash kur flasim për poezit elitare, si që po e quntin, edhe këto përkthimet që janë bë nga shtetet të ndryshme të botës, unë i përmana në fillim Meksikën, Francën, Indin, ke mbri deri në Indi do të edhe në Peru që të përkthesh. Tash neve na intereson me ditë se si bëhet ose si arrin një artist që me ju përkthy poezit ose shkrimet e tij. Të them të drejtën, ka qenë shumë sfiduese. Në farë mënyrë duhesh me pas një farë vetbesimi shumë të madh. Unë përderi sa kum arrit të çmime e mërnjuje kombëtare, edhe kritik letrare kanë vlerësu punën teme, sidomos vitet të fundit ka thonë Fejs Demiri krahas domethënies, shkrimet e tij ka shumë të ndjeshme, i ka universale, i ka të prekshme. Domethënë, njëri duhet me kalu vujtje për me i bën çdo shkrime. Edhe tashti, domethënë tjerën e jetës për shprehje në mënyrë figurative, jam mundu me mujt më art. Edhe kom kontaktu me shkrimtarë të ndryshëm,
zakonisht vendeve evropiane botnore, edhe ja kom dërgu poezit e mija që unë kom mendu që jenë materializura artistikisht. Edhe kanë fillu mu përkthy, kanë fillu mu shpërndane për faqet ndryshme, edhe një farë mënyre leximi madh, përgatitja madhe edhe këto gjona ma kanë jep një farë vetbesimi si nëse në italian ose nëse në francez i ka gjitha gjonat. E mundet. Pse ne nuk mundemi? Ne në vendin tonë kemi shumë talent. Kjo është gjakimi jam i shpirtënor. Kemi talent shumë. Kemi potencial shumë si këmbë. Po shpeshherë nuk e shfrytëzojmë. Domethënë shteti fatkeqësisht nuk bën sa duhet. Ku ta bë krijuesin e moshë 80-90 vjeçare jep një çmim. Neve na vjen domethënë moshën e re, rinia me arrit. Apo vinë sa duhet në shprehje të rinjt që janë të talentuar, se çdo të mërkurët unë në këto studio mundohem që t'u jap hapësirë pikërisht nga gjitha fushat, sidomos nga muzika, nga arti që është i përgjithshëm kështu. Me thonë drejten, të rit, unë e kom përkra shumë. Kom përkra shumë të ri, nëse të një i ri ose të një ere, e kom pa një talent, unë e mundu me të sytë për para, e mundu me fuqizu. Nëse mu ka mungu përkraja dikur, unë e kom dëshirë ty me të dhamë përkrajen. Nëse unë i gjykoj gjonat edhe i shikoj gjonat si pas meritokracisë. Nëse ti ki merita, unë e syti për para, nuk ta kam i nauti, nuk kam gjelëzi. Se në botën e artit edhe në çdo fushë është kjo gjelëzia, nuk thojmë për shembull është përkthy një shkrimtar i ri, po me emën me mbi emën. Jo, mos thuj Fejs Demiri. Është përkthy një shkrimtar i ri që po shqiptar, mos e quaj as talent, po është produkt i rrethonave, është produkt i punës të ngulmuese, i sfilitive të mëdha, i taratisive të mëdha, që u mundue një farë mënyre mi dhez llampat e jetës me art, dhimbjen me mujt me art, edhe me arrit gjonat mëdha. Se të ndërpreva ishe duke tregu edhe pjesën e, po themi, kritereve ose asaj që është kërku për me u përkthy edhe poezit e tua, the që ke ndërtu ura komunikimin me shkrimtarë të shumët edhe të vendeve të tjera. Pastaj tutje çka është dashur, çka duhet realisht me pas një shkrim për me mbri me u përkthy nga Kosova, do të thotë një shkrim i yni ndërkombëtarisht. Një shkrim për më përkthy, mas shumë të ema, do më thonë është përdorimi fjalëve. Do më thonë është niveli artistik, figurat letrare. Jo poezi e thjesht, jo poezi që lexohet me një frymë. Do më thonë, nëse nuk është poezi elitare, ka vështirë të përkthehet. Sepse gjithmonë kur ti e konkuron në vend të huaj, hipotetike po e quaj ashtu, para gjykimi është se gjithmonë secili e përkat veten. Duhesh me qenë shumë talent, duhesh me bo një punë shumë të madhe, duhesh me bo një përkushtim shumë të madh, duhesh me ndje artin. Unë e ndjej artin. E ndjej ato që e bëj. Unë flen ajo që e bëj. Dhe kom dëshirë nesër mas nesër, nëse unë e ndërpres karrierën bie fjala, kom qef dikush me konë me zoti se une, me konë ma e rirë se une, me në bo krenar ma shumë se une që e kom bo vendin tim. Tash, ati të regojmë disa për i poezive tua që janë përkthy, edhe se po më duket i ke sjellë edhe kështu nga Gjakova i ke marrë me vete. Po, këtu i kam, dhe më thonë, është qereku i Mirnjojeve çmimeve, dhe më thonë, në vitin 2019, shkrimtari Fejs Demiri përkthehet në Meksik. Janë, po më duket edhe mediat ndërkombëtare që kanë shkruar edhe mediat ndërkombëtare, këtu janë botimet e mia. Ky është libri që nuk është botu ende, do më thonë është në proces finalizimi. Këtu diku edhe poezit mija e në shkru në gjuhën angleze. Do më thonë, këtu është shkrimtari Fejs Demiri ka arritur të përkthehet në Spanjë, Itali, Francë, Meksik, në pikat shkurta, në përkthyer në disa shtete. Dhe këtu botimet e mija kuptuat me inteligjencë artificiale. Sfundmi, ka qenë ora diku 3:45 të mëngjesit, ku më ka ardhur dhe lajmi përmes emailit që shkrimet e tua janë botu në Pakistan. Dhe më thonë kjo është e fundit. Edhe me thonë drejten, isha atë natë pa gjumë, isha të punu, edhe më gëzoj shumë fakti, sepse është një shtet që pak din për historinë e popullit tonë, pak din për artin tonë,
ne duhet t'ja kumtojmë botës. Isha duke shiku edhe vetë, këto është edhe çarshia e Gjakovës. Ata fotografin garante kanë marrë prej interneti. Besoj se unë ja kom dërgu veç librin edhe foton time. E kom një vetën mirë, do më thonë, jem një plotësun, sepse është një vend që nuk e një fort historiografin tonë, të popullit tonë, dhe ne duhet t'ja kumtojmë botës. Duhet t'i thojmë se ne jemi vend me vlera. Kur të vjen një turist i huj në vendin tonë, nuk i këqyrë stambenet, ta këqyrë artin, ta këqyrë muzeun, ta këqyrë kulturën. Ishe vajzat tona që shkanë arrit në gjodo. Ishe sportistat tonë. Ti përkrajmë, ti të cytim për para, ti foqezojmë, ti rritim vlerat. Sepse jemi vend me vlera. Fez, e di që poezi po, shkrimet të tjera letrare ke, po e di që dhe set, po ashtu kanë qenë ndër pikat kështu që... Po, kam botu edhe asaj, po. Po e gjenë vetën mas shumë, në cilën gjeni letrare për temi e gjenë? Me thonë drejten, disa më kanë vlerësu ma shumë të eseja, po gjenia letrare që më flenë ma shumë të edhe që arri të shpirtëroj fjallën, edhe arri ma shumë të latoj fjallën, është poezia, sepse disa autorë të huj më kanë thonë e ki poezin shumë prekse. E ki poezin shumë, dhe me thonë, duhet njeri me kalu shumë sita, shumë prejpeci për me, dhe me thonë, dhimbjen teme kom bo universale. Je mundu me çdo kusht, me shfaq. Me shfaq edhe bile e vrejnë edhe të botimet e mija, e vrejnë lampën, dhe me thonë që edhe pse është e zvetnun e drita, është një dritë që ka më ardhë. Dhe me thonë, kur se ku mu përshpresin, gjakimi ka qeni përditshëm, edhe ku më thonë që gjdo problem që ku më pas, ose gjdo dhimbje që ku më pas, ku me këthy nartë. Tash, po flasim për dhimbjet, po flasim që thonë për sfidat e një trio, dikush që në she, në të njerë mund të të peq me pyt çka ka qenë ndoshta mas fidusja e Fezës deri tash, që ti e konsideron, sepse edhe te librat, për shembull Bisedë shpirti me babën, është një prej titujve që me njerë më boni përshtypje kur i ke sjellë edhe këtu librat, dhimbje kohe, madje edhe tek videot e ndryshme dhe postimet që ti ke në Instagram, unë e shoh zymtësi, dhimbje, është pikërisht ai qiriu që një farë forme ty të karakterizon, edhe unë kam qefe pa një tri të buzëqeshur, jo në këtë rast me emocionet, edhe pse këto janë pjesë edhe peshe e jotja. Viteve të fundit jem bo ma ndjeshëm. Jem bo ma ndjeshëm, ka rastë ndoshta një fele me pasë një diçka më prek shpirtnisht, sepse jeta ka bo t'il. Bisejda shpirti me babën, unë e kom dasht me thonë sakrificin e babës që ka bo për neve. Kom dasht që në një farë mënyrë me konë mirë njësë. Lumë ti, edhe lumë shumë të ri, se cili prej neve në fakt, që arrim një farë forme me qenë mirë njësë ndaj sakrificës së pa kusht, edhe asë njëherë të këthyshme ndaj prindërve, sepse sa do që përpiqemi, sa do që mundojmi, është e pa mundur do t'ja kthejmë. Bravo ty, edhe që ke bo këtë liber, besoj që daj mburet. Këtu e monologje spirituale, kur baba jep këshilla thmijës, dhe thmija i merr ato këshilla i shkruan, që gjeneratat e reja ta din shka vujnë, ta din shka përjetojnë, dhe gjdo zymtësi ta kthejnë në forcë. Po më dritë ndurët edhe mu, realisht, shprej emocionit tëndë. Po, të regon pak, krenarin e tyre pikrisht për këto shkrimet e tua, a i lexojnë do njerë ata? Unë po e ndaj shumë një detaj shumë të vogël prej përvojësime. Shumë vite më parë, kam pas shkrime të tipit të eseve, për shambull, që s'kam dashur kush tjetër me lexu përveç babit tim. Edhe sot vazhdoj me botën jetën, po se kom marrë guximin sikur ti me i botu. Ti i ndon me familjen tënde? Gjithsesi, motra i vlerëson shumë, baba i vlerëson shumë, familjarët i vlerësojnë shumë, disajnë pak ma thella, tash lexueshmëria duhet me konë bukur nivel. Sone përdori shpreje neologjizma, përdori fjalë dhe me thonë të ndryshme që poezia me dalë sa ma arrirë artistikisht. Dhe neologjizmat i ku marë për Ismail Kadares. Ismail Kadareja është shkrimtari ose poeti që në letërsinë shqipe ka dhonë mas shumë të neologjizma. Edhe më kanë bo përshtypje, për shembull dritë e bëjt dritë i jetë. Edhe ka shumë, për shembull, ma boni një ditë një shok, tha, Fejs, tha, e kisha përdorur një poezi, tha, gjakimi.
Ai të mëndu që o gjaku. Tash jo, gjakimi është dëshirë. Është gjakim për të arrit një sukses. Është gjakim shpirtnur, nuk ka të bëj me gjak. Dhe me thonë, munduan e asa ma shumë neologizma, inspiru prej Kadares, prej Alipodrimes, këtu për shembull të ky libër, diku faqen 55, unë e kam një poezi që është vlerësu shumë elitare, ashtu me qujt, unë mund të interpretoj, zakonisht përdori figura letrare, përdori ironin, jo gjithçka shka shkruhet është faktike, vagëllim the mejken vitet, hareja, loja, si nuk gjeta kohë, deri në fund ta përmbyll fjallën, ti nëmroj hapat, grurin në artë akur. Ti e di sa vagon kam shtyr, sa bari në shëndosh, e kam shkull me rrenj. Drënj molike kam prerë, deri në Arnat. Tuk të rake e kam bërë drinin, lumin si t'nica, Arnaje blinisht, edhe sot me mallkojnë. Driten për herën boja ndezur në kull. E ka kuptimin se kum punu në ordvona. Bebzat e syve në zmadhoj të rinë e jetës. 13 vite kam ecur dhijareve, me këpucat e ngushta me zifutur në këmbë. 13 vite luft me hipopotamet, jaguarin e panterën e zezë, për kalamllekun tim i matë të përruaj shpesh. E pranoj, Birbo Skomodo kam qenë, bibliofil. I kam bezdisur fshatin, qytetin, metron, nga ullërima histerike. Urishëm kam ngrën, nga daldi e zallahi, lumin e nëndheshëm e kam dzjerë nga lugu, nga shtrati. Me gjithë sa kam fuqi, e kam përshtyr, për byth, kodzin gonën. Në detin e zi, e kam dal këngën e sirenave, fati keq. Me Roald Amundsenin kemi gjuajtur pinguin, foka, leopardin detar. Fund e krye kemi rënë paqësorit, Atlantikut, Oqeanit Indian, në Zambezi dhe Limpopo, dit natë pasosur duke zënë peshk. E pranojëre, Birbo Skomodo kam qenë. Birbo Skomodo e ka kuptimin, Skomodo do më thonë nga gjua italiane, që unë e flas pak italishten, ju në për masa ashtu, Skomodo do më thonë para atia. Do më thonë, shpirt jam nuk ka najti qetë pa morë me arte me këto gjona. Birbo do më thonë një person që nuk nëzë vend i vend, nuk i nëzën. Edhe kuptuat, thash, jo çdo gjë që e shkruaj është 100% faktike. Unë e përdori ironin, e përdori sarkazmin, e përdori groteskun, e përdori metaforën, edhe nëse mund e me vrej, do më thonë, e kom shkru si shpesha jem gjiku, si kom bo gjonat mira. Bile e kom këtu do më thonë, një poezit të librit e 11, ku edhe kjo është vlerësu si poezi, do më thonë, bukur elitare. A ka qenë dhe kjo prej të përkthyerave, apo? Nëse nuk jom gabim, nuk është përkthy ende. Titullin e mbon Zoritem. Pse me zorit jeta ime, ti e di, nuk i kalova asnjëherë kufit e blert të fjales a mendimit. Mace zez nuk ka ekzistuar. Zakon nuk e kam pasur as të vishëm me të zeza, loj shtrigash nuk u bëra pjesë. Nuk e kam dashur as pyllin hiren, me dritë ndezur kam fjetur kur deti të razoj. Çfarë kuptimi ka kjo? Do më thonë, kur unë kom pas shumë, do më thonë, problemet pas gjithë, një farë mënyrë së kur unë jam qëtu edhe problemet rrëtha skaj meje, prapë e kom gjithë forcen, e kom gjithë motivacionin, e kom gjithë ngulmimin për me bartë. Do më thonë, nuk e kam dashu as pyllin hiren, me dritë ndezur kam fjetur, kur deti të razohej. Jo mundu me dhez dritën me gjitha këto probleme. E ka edhe një pjesë tu. Filma horror nuk kam shikuar, sa kaq, shurdhaja televizorin. E ti jeta ime më zorit, atë që nuk mund të bej.
Këtu kom përdor një leksem, babalar tonë dhe gjyshet tonë, zakonisht e kanë pas si shprehje nuk theshin unë, po unë. Për ta shpirtëru fjallin ma shumë, për ta rrit pezmin ma shumë, e kom përdor filma horror nuk kam shikuar sa kaq shurdhaja televizorin. E ti jeta ime më zorit atë që nuk mund të bëj. I miri jashtë lëkure nuk mund të dalë. Dhe më e kom përdor leksemin Kjo është e mira, po tash psikologjia, sa të ka ndihmu Fez një farë forme tek kjo pjesa e letërsisë, se janë ty bukur sa të kundërta, aq edhe të përafërta, sidomos për këto sfida që po thua që i ke kalu, në një farë forme pak me mbajt vetën pak ma qetë. Me të regu shumë drejten, psikologjia më ka ndihmu shumë në jetë, për arsye se sfidat e mia jetësore dhe peripecit e mia të mëdha, une e kesha pas dukshëm më të vështirë me i te kalu pa njoft fushën e shëndetit mendor. Kum punu në atë ditë me vetën, me mujt me majt një motiv, me mujt ku të zona me nxes, me pas një diçka që më bën të lumtur, edhe në gjithat zëllahi, si me thonë ashtu, me gjithë diçka që më frymëzon. Edhe 3 vite që kum përfundu për psikologji, më kanë ndihmu shumë, unë e kom lexuar qindra libra psikologjike motivus, edhe është një shprehje ka njëherë, psikologu e ka vështirë me të kalu do sfida, po zakonisht të jep këshilla tjerëve. Unë edhe jam mundu me jap këshillë, dhe më thonë me motivu veten, po edhe dikush nëse ka pas nevojë për mu, për një këshillë, për një diçka, nuk kanë guru, jë mundu me adhonë ma të mirë, një këmë thonë, ka dalë se ti nëse ki pas qëtë problem, unë i këmë pas 100 ma të mdoja se ti, po ja këmë dalë. E qka ki ti që nuk ja delë? E ke përfundu, masiri kam betur pa e përfundu, pikrisht në të ndimës që ja ke dhënë familjes? Masteri fatkeqësisht më ka mjetë pa përfundu, edhe kjo është një gjakim shpirtnor që pak më ka mërzit, më ka tundu shpirtnisht, se kam qenë shumë i mirë me studime, dhe më thonë në fakultetin e Gjakovës Femi Agani, dhe më thonë fillimin kam qenë me 10 edhe për ata që e din një 10 me marë në fakultet shtetit, është kogja problematike, duhet shumë punë e mundim. Edhe këtu në kolegjin Fama në Prishtinë kom përfundu psikologjin, edhe këtu kam qenë për studentëve jo më i miri, në psikologji, po për më të mirëve. Ishte diku viti 2020 mos gaboj, unë e kisha konkuru për master, edhe stafi menaxhues aty më thanë që nëse arrin ti me kry këtë masterin, dhe më thonë, e ki bursën e hapën në Northampton, nëse nuk kem gabim, nëse kërkojnë ndjes, nëse po gaboj vendin, Northampton e ki të pagune, dhe më thonë ki me shku edhe më shkollu edhe më punu me bursë, po një farë mënyrë, edhe pse personalisht mu kjo më dëmtojke, unë e thash ma ullës, është unë e minimum familjes, edhe me arrit. Të kuptoj shumë mirë. Por që mos me undajlë. Nuk do me thonë tash që ka përfundu ajo pjesë, je i ri, edhe vazhdojnë tutje, asë njerë nuk është bonë me e përmbush atë që të ka mungu për shkaqe dhe për rrethana familjare. Të përgëzoj, nuk di tjetër që ka me thonë, edhe vish me unë di tje rehat, kjo është e rëndësishme. I faleminderit përzemërsisht, mu bo qefi shumë. Mu bo qefi që erdha në Prishtinë, që ka një kohë, kam një nostalgji për Prishtinën. Mirë që më mësove edhe ti që është stubulla e Gjakovës, sepse nuk e kam vizitu asë njerë. Po, shumë njerëz më kanë pyet, kanë mendu që ka vetëm viti stubull. Ka dhe në Gjakovën, jam diku në 15 km larg Gjakovës. Çfarë roli ka vendi yt atje për ty në krejt formimin tonë, po themi? Ka rol domethënë shumë të madh, ka rol determinues, se kemi një domethënë pjesa andej kavione, ka shumë dëshmor, ka invalid lufte, ka njerëz që kanë dhënë shumë sakrifica. Është vend, domethënë, kudërnër malor është i gjelbrushëm, është vend, domethënë, shumë turistik me pa. Edhe është vend që ma ka rrit shtatin. Nda organizoj një ditë edhe do të vim atje ta vizitojmë me zi presim. Me patjetër, ju faleminderit përzemërsisht, respekt, nder, e konsideroj. Shumë faleminderit, uroj që ti me pas edhe më tepër poezi edhe shkrimet të tjera për kthyer në botë, edhe të presim kur të herë.
Me shumë knatësi. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kemi qenë bashkë me Fejz Demirin, një prej të rinjve të Gjakovës, të stublës së Gjakovës, që me të vërtet është knatësi të ndajmë edhe sukseset e tyre, sikur në këtë rast 10 libra të botuara prej moshës 14 vjeçare, 15 vjet përvojë në shkrimet e tij. Shumicën prej tyre vetë tregoi që i ka nga përvoja e tij jetësore edhe dedikimi për babën. Kjo shumë e veçantë po ashtu. Në fund të emisionit fare, vetëm tek portali Kuanet jam kyç, po e shoh që është një prej titujve kryesor për momentin, thot speciala konfirmon zgjatjen e afatit për shpalljen e vendimit për 4 e UÇK-s. Zakonisht në mbyllje kështu e bëjmë edhe një tip informacioni. Gjykata speciale ka konfirmuar zgjatjen e afatit për shpalljen e gjykimit për ish krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Zëdhënësia e dhomave specializuara tha se nuk është data e shpalljes së gjykimit data 20 korrik, por data që përcakton afatin e zgjatur. Përveç këtyre mund t'i gjeni pra edhe më të detajuara shkrimet që janë pikrisht për këtë temë, por edhe të tjera që i gjeni në ballinën e portalit kua.net. Për ndryshe, pjesa më e madhe i dedikohen edhe fushës politike, tashmë ngjarjet aktuale që do ta përcjellin në gjatë fushatës e që do të vijë përmes koalizionit patjetër deri tek data e zgjedhjeve. LDK-ja tha se s'ka koalicion me PDK-n, Rama flet për bashkëqeverisje me disa parti, është një prej titujve të tjerë, e di që ju intereson ndaj mund të kyçeni edhe ta lexoni më konkretisht se çka bëhet fjalë. Dje kemi pasur edhe edicionin e lajmeve pa diskutim, por edhe të 60 minuta ku ka pasur raportime të drejtë për drejtë sa i përket marrëveshjes midis LDK-s por edhe të tjerave. Hapet afati për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës. Pra, një pjesë më e madhe janë të dedikuara pikërisht për këtë temë, po ju lë juve hapësirën që të shkoni tek portali kua.net, qoftë në Facebook, qoftë edhe në webfaqen kryesore që i kemi, edhe mund t'i gjeni këto tituj që unë i lexova, por edhe shumë të tjerë. Në mbyllje fare, një këngë dëgjojmë bashkë sa për relaksim këtu në studio, sa e kam edhe pak Fejzën, edhe do të shihemi nesër. Në orën 9:10 ju pres me takim këtu në Kuavizion përmes emisionit Jeta Sot. I falenderoj në fund patjetër edhe për krahasit e emisionit Jeta Sot, duke filluar prej telkos, internetit me shpejtësinë e dritës, e po ashtu edhe Ekofrut që po na mrekullon me këto shije të jashtëzakonshme këtu në mëngjes. Faleminderit edhe butikut Amari Center me qendër në Bardhosh. Miru pafshim nesër.